Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka mbërritur në New York në momentet e fundit të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, një lëvizje e improvizuar pa një agjendë të bërë publike, por më shumë postime në rrjetet sociale, ai së bashku me ministren në detyrë të punëve të jashtme të diasporës, Donika Gërvalla, janë takuar me ministrin e jashtëm të Sultanatit të Omanit, Sayed Badr bin Hamad bin Hamud Al Busaidi. Nëpërmjet një komunikate për mediat nga zyra e kryeministrit, kanë thënë se Kosova dhe Omani kanë raporte konstruktive, ndonse nuk kanë marrëdhënie formale diplomatike. Kryeministri ftoi ministrin Al Busaidi bashkë me një delegacion të nivelit të lartë për vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës, për të parë për të ulëmtuar mundësitë e reja të bashkëpunimit që do të thellonin mirëkuptimin ndërmjet dy vendeve. Kurti është takuar edhe me kryeministrin e Mbretërisë së Belgjikës, Bart de Wever, me në fokus marrëdhëniet bilaterale dhe fushatat e mundësive me interes të përbashkët. Të gjitha këto i ngjajnë lëvizjeve pa pesh në diplomaci pa një rezultat konkret për qytetarët e Kosovës që kanë mbetur pa qeveri të re, edhe pse kanë votuar për të që prej 9 shkurtit, 8 muaj më parë, sidomos mjaftonte rezultati i papërfillshëm në politikën e jashtme, me vetëm 2 njohje të reja për vendin. Për Kosovën tani ka edhe një pezullim të dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SBA vijojnë të shihen në masën 77% si partneri më rëndësishëm për qytetarët e Kosovës sipas një sondazhi të Institutit Ndërkombëtar Republikan, po kjo për kryeministrin në detyrë duket se ka pak rëndësi në këto momente.